Një ndër veprat shumë madhore që të parët tanë të mirë i kushtonin shumë vëmendje në Ramazan, ishte edhe nxjerrja e sadakas. Ata shpejtonin shumë në nxjerrjen e sadakas, në veçanti në këtë muaj të bekuar. Ka se e dinin se veprat e mira shumë fishohen në shpërblim në muajin Ramazan. Ka se është një muaj i veçantë dhe koha në të është shumë me vlerë dhe veprat të cilat bëhen në këtë muaj janë më me vlerë se muajve të tjerë. Për këtë e gjejmë se të parët tanë të mirë incitonin shumë në nxjerrjen e sadakas në këtë muaj. Edhe pse është e ditur në historinë e tyre se kanë qenë shumë dorëshlirë dhe shumë dorëdhanës gjatë tërë vitit. Mirë po kjo vrehej në veçanti në muajin Ramazan. Nuk ka si mos tjetë ndryshe, kur shembulli i tyre në jetë ka qenë pejgamberi alayhi salatu vesselam, cili ishte shumë bujar. Dhe bujaria e tij vrehej shumë më shumë në muajin Ramazan. Shumë ajete nga Kur'ani dhe shumë hadithe nga pejgamberi alayhi salatu vesselam na nxisin që t'jemi prej atyre që nxjerrni sadaka. Por unë do ta veçoj vetëm një hadith në të cilin pejgamberi alayhi salatu vesselam na ka treguar se nxjerrja e sadakas është argument i imanit të besimtarit. Thot pejgamberi alayhi salatu vesselam: "Was-sadaqatu burhan." Sadakaja është argument. Pra është argument i besimit të muslimanit. Për ta kuptuar shumë qartë, po e ndërlidhni këtë hadith me një ajet nga ajetet e Kur'anit ku Zoti tregon se si njeriu është i dhanur mas tubimit të pasurisë dhe se dashuria për tubimin e saj është marramense. Thot Allahu në Kur'an: "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Dhe thot, ju e doni pasurinë me një dashuri marramense. Përsa pejgamberi alayhis salam po thot se sadakaja është argument. Si është argument? Pra nëse besimtari arrin që të nxjerrë sadaka nga pasuria që e do me një dashuri marramense dhe në poshtë nefsin e tij dhe nxjerr sadaka, kjo e me kuptu se dashuria e tij ndaj punëve të mira për hir të Zotit, në këtë rast është nxjerrja e sadakas, është shumë më e madhe se sa dashuria që ka për tubimin e pasurisë. Dhe kjo na sqarohet edhe më mirë me një hadith tjetër ku pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë se sadakaja nuk e mangëson pasurinë. Përkundrazi, nxjerrja e sadakas e shton pasurinë tonë, e begaton pasurinë tonë dhe bën që ajo pasuri jetë e dobishme për neve. Po, të parët tanë të mirë e veçonin këtë muaj me nxjerrjen e sadakas. Dhe ne jemi të thirrur që t'i pasojmë ata në punë të mira. Dhe t'jemi prej atyre që e mundim nefsin tonë dhe e mundemi dashurinë marramense për tubimin e pasurisë dhe nxjerrni sadaka. Dhe kjo sadaka na sjell të mira në dynja dhe na sjell të mira në botën tjetër kur do dalmi te Zoti për dhënë llogari.